Përshëndetjemi, sot vendosa ta bëj këtë video për falje, pasi shumë nga ju më keni shkru se si me I fal njerëz tjerë edhe me jetu në paç. Atëherë, unë sot jam këtu për të thënë ty me I fal njerëz që edhe mu dikur mu ka dasht me I fal njerëz që mu më kanë lëndu një jetë për me jetu në paç, për me jetu këtë që jam sot. Mu ka dasht me I fale, me I pranu senet që mu s'm kanë pëlqy një jetë. Edhe ti munësh, po e di të kuptoj se nuk është të lehtë, edhe ti duhesh me punu në vetën tënde se falja njerëz është lirim I vetvetes. Edhe ndihmon ty për mi arrit çdo senet ti të cilat I në qëllim për mi bo, ose I ki për qëllim për mi bo. Mu ka dasht me I praktiku kur ato I kam dëgju nga mentorët, por edhe nga mentorja jam njerëz që mu më ka fol gjithë edhe për falje, po edhe ndëgju e lexu libra të ndryshëm për falje, edhe për bindjet, po për falje njerëz është falja më e rëndësishme që ti që shtash dhe meret për mi arrit që të senet ti cilat I ki në qëllim për mi bo. Se ti duke mendu ma ka bo aj kështu, aj ashtu, aj ane, aj këne, njerëz jo e s'muni vetën. E s'muni vetën edhe e fosni vetën të përsjan të edhe dhe ma, ndoshta atëre kine edhe mas zërë për me dalë. Kur ti ja ban let vetës, kur ti bash doktori vetës, kur ti bash kapiten jetës tonë, atëherë ti kimi pas krejt senet e hapta, krejt kanë marrë njerëz në jetën tonë të ri, kanë marrë krejt ato çka ti manifeston jetë. Na manifestojmë njerëz edhe pa vedije. Nejna krijus njerëz e thamë se unë kur e kum lexu një libër para një viti, që shtu në retreat kur kam qenë të mentorja jam edhe aty edhe po edhe kam dëgju për këta, që po them tani, që na kena fuqi krijuese, neve Zoti na ka dhënë krejt njerëz. Vesh për me ditë me qitën pa ato, për me ditë për me rezonu njerëz, për me jetu jetën. Edhe deri sa kom kuptu se gjithë shka ndodh për një arsye. Ndoshta edhe ti sot jeti u lëndu për mu ba ma e fort një jetë. Unë sot I falenderoj krejt njerëz që mu dikur më kanë lëndu. Se tha, mas me paskon që ta unë se kërk në kon t'i pa mirë, se kërk në kon t'i e shiju jetën, se kërk në kon t'i ditë me jetu. Unë sot njerëz kur zhuna në mëngjes, e çdo ditë, unë afirmoj, zhuna t'i tham vetës mi mëngjesi. Zhuna t'i me afirmime pozitive, me meditoj 15 minuta, e pi kafen e mëngjesit duke falenderu Zotin për krejt mirat që I kam. Krejt mundemi njerëz me jetu jetën mas mirë dhe ashtu që shdojmë na. Falja është një pjesë e çlirimit në jetën tonë, e paqes mbrendshme njerëz.
Për këtë arsye duhet mi fol njerëz që neve na kanë lëndu ose na lëndujnë akoma një jetë. Po flas përgjithësi këta. E kam cek edhe në videon tjetër, më duket po e tham edhe sot tu. Në ndërdijen tu na nuk mujna me gënjy. Kur thjesht shka duhet me bind ato që me vërtet janë shtësen, unë jam të e falë personin që mu më kalendu është një praktikë që unë sot po du me të dha. Kape një karik. Do me thona një karik tjetër ku më ulti. 2 karika krejt me një dhumë, me një vend ku je edhe vetë të më thonë edhe që e kum praktiku njerëz vetë, ja u praktikoj edhe njerëzve tjerë. Edhe ti mund është, bane edhe ti. Po bane këtë praktik të e mendu që ka me funksionu. E jo, haja ashtu jo kështu. Unë njerëz ku e kom menu, s'kom thonë po mbren menturia, jam po mbren aj, po mbren kësë njerëz. Unë e kam praktiku me qëllim që ka me funksionu dhe të onë, që shka funksionu të miliona njerëz, ka me funksionu dhe të onë. Edhe kjo praktika është që them. Mbyllëni se dhe merë një frimarje thellë 3 herë me hund edhe lirani me gojë. Pastaj, imagjinoni qatë njëri që është ju lëndu njetë ose veç ju ka lëndu njetë dikur. Bëjë një pytje, pse vazhdo në blendon, pse më ke lëndu? Shprehu një njerëz, ashtu që ju dini mas mirë që dikush ju ka lëndu ose vazhdo një lëndu. Po në fund njerëz, thyni unë vendosi të falë në këtë moment. Për vetën tem me jetu unë poqë. Se i meritoj me jetu unë poqë, meritoj me jetu e lirë. Pravoj një njerëz se me vërtet mu dhe meditimi, vizualizimi, EFT për me liru blokada, krejt këtu njerëz më kanë ndihmua dhe juve ju ndihmojnë. Pravojni, meditoni në qetësi 15 minuta kur gjoni, falenderoni Zotin për krejt çka keni dhe jeni. Pranojeni, e them gjithmonë ligjin pra cilin ju ekzistoni tani për me dalë në ato çka dëshironi ju. Manifestoni sene të reja njerëz. Ligji të rheqës ekziston. Unë deri në videon tjetër, ju përshëndes edhe faleminderit shumë që qëndruat. Ju uroj një natë të mirë dhe uroj se sa të pak t'ju ketë ndihmu.